Kam menduar do iki në jashtë shtetit edhe nuk do vi me këtu. E ke vendosur? E kam vendosur, do t'i letë gjitha këto, qa kam ndërtuar për ter jetën time. Po si blen njeri më, se unë iki qysh nesër, po si blen me njeri ato shpit aty. Kush do t'i marri ato shpit? Kush vjen? Do të thosha, në vitit 2023 për neve ka qenë një bilans tragjik, ku brenda 2 muajve kemi patur 12 vdekje me sëmundje të gjakut dhe kancer. Pasoj dijet janë ndotet, fenolet në gjak. Një antar i këtij komuniteti sapo shkon për të vizituar në klinikën e Fierit, kur e pyesin që angazhohet, mjeku nga duart. Këtu kam lind dhe jam rrit, edhe në këtë lumë unë jam larë, madje gratë dhe vajzat e fshatit mbushnin ujë nga përoj, sepse përoj ka qenë i pastër, i kulluar, nuk shkarkoj nuk ishte as banesa në afërsitë e lumit që të shkarkonin ujërat e zeza. Ai ujë është përdorur për të larë enët, për përdorim të përditshëm. Unë vetë aty jam larë bashkë me bashkëmoshatarët e mi. S'kan domethënë buxhete për komunitetin, ma kaloj direkt bashkive. Dihet që në bashki edhe janë keq përdorur. Neve jemi banorë ku kemi parë dhe asfaltet të financuara nga Bengës Petroleum në muajin e fundit të fushatës elektorale. Kjo është shumë e trishtë që po them.